çka thot Imam Ahmedi. La yakunu sahibuhu, do të thënë njeriu i polemikës, sipas kësaj që e përshkruam. Nuk është wa in asaba bi kalamihi sunna, edhe nëse e qëllon sunetin me fjalët e tij. Do të thënë një njeri që e ka këtë rrugë të polemikës, ndonjëherë patjetër se do ta qëlloj. Nuk është e mundur që nuk është e mundur ose është tepër e vështirë të gjesh një njeri, dhe në veçanti një musliman, që 100% fjalëve të tij të gjitha janë batil. Do thotë kështu nuk mund të gjejmë, se këta hizbit edhe njerëz të bidatit thonë se ka të mira, dhe ai ka të mira. Patjetër do të ketë mira. Nuk është e mundur, do të thonë edhe iblisi në fjalët e tij ka diçka që ka thënë të vërtetë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka. Do të thonë ta ka thënë të vërtetën. Wa huwa kadhub, mirëpo ajo është gënjeshtar. Prandaj njerëz të bidatit, për shkak të disa bidateve, llogaritën se kanë dalë prej rrethit sunetit. Ndoshta dalin edhe prej islamit, dikush. Dhe kjo nuk do të thonë që nuk kushtëzohet që 100% jetë i devijum se cilën çështje që të themi se është i devijum. Shikoj si thon Imam Ahmedi, pra njeriu i polemikave, edhe nëse me fjalët e tij e qëllon sunetin, nuk është min ahli sunna. Nuk është prej ahli sunetit. Nuk është pasuesi i sunetit. Pra edhe dihet Imam Ahmedi se ka refuzuar Karabisin për shkak se i ka mbrojt akiden e ahli sunetit me kelam. Edhe ka thonë se është bidatxhi. Thotë, pra, jo se ka shtrembuar diçka prej çështjeve të sunetit, por ato të vërteta që janë, i ka mbrojtur me kelam. Edhe nëse e qëllon me këtë kelam sunetin, ai nuk është pasuesi i sunetit. Hatta yada al-jidal, derisa ta braktis këtë polemik, wa yu'mina bil athar, dhe ti besoj gjurmëve, do të thënë athar, do të thotë gjurmë, që është për qëllim hadithet dhe fjalët e sahabeve, por kemi thonë më herët se edhe Kurani është prej atyre që janë transmetuar. Do thonë çdo gjë që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëherë hyn Kurani, pastaj hadithet, edhe ethere quhen edhe fjalët ose veprat e sahabeve. Do thotë kur ti besoj plotësisht etherit, edhe ti nënshtrohet etherit, jo emocioneve, ndjenjave, politikës, xhidalit, do të thënë polemikës. Atëherë, edhe nëse e qëllon me ndonjë fjalë sunetin, nuk bëhet prej njerëzve të sunetit.